Ata duan të flasin, të tregojnë për jetët e tyre. Ngjarje të vërteta njerëzore, personazhe të cilët do të vinë pikërisht në këtë studio për të rrëfyer mbi jetën e tyre. Ne kemi mësuar shumë nga ata. Pikërisht Historikum është emisioni që do na bëjë të reflektojmë mbi jetën e shumë personazheve të cilët do kalojnë në këtë studio. Historikum. Zonja dhe zotërim i mbrëma, mirë se vini në emisionin Historikum. Në këtë puntat kam të ftuar një grua, një personazh i cili ka treguar gjithçka, sakrifica të ndryshme në jetën e saj. Ajo përballet me shumë sfida, humbet bashkëshortin, por pak vite më pas, ajo diagnostikohet me kancer. Ka arritur të gjejë forcë tek vetvetja, por një nënë e fortë e cila ka rritur 2 fëmijë, me të gjitha sakrificat që ka bërë në jetën e saj. Kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Ariola Zadrima. Ariola, mi mbrëma dhe faleminderit që u bëre pjesë e emisionit Historikum. Mirë mbrëma, unë të përgëzoj shumë për emisioni, është me të vërtet një ide e veçantë dhe një mënyrë shumë origjinale me të arritu personazhet ndryshme të qytetit. Faleminderit. Faleminderit edhe për prezantimin. Faleminderit. Ariola, si ka qenë fëmijëria juaj, por dhe adoleshenca? Nuk e pyet për një prej etapave më të bukura të jetës time. Fëmia është duke menduar me kohën e sotme se si ka ardhur fëmia një pjesë e mirë prej fëmijëve sot me ndryshimin e teknologjisë e shumë gjanave. Unë mendoj që kam kaluar një fëmijë të jashtëzakonshme. Jam rrit prej 2 prindve shumë punëtor, cilët kanë qenë pa lodhun, por kanë gjetë shumë kohë edhe për ne, realisht. Dhe e di që du me majtë mend prej fëminis, du me majtë mend kur baba më mësote bicikletën, edhe më bite gjithmonë, më kalon murzu shumë herë për me mësu, edhe i maj mend gjytë e vramë. Ishte një nërë të ndjesi që aso kohë ishte pak e lodhshme, por me të vërtet shumë e lumëton për atë pjesë, dhe më thanë. Majmën deftesat gjatë viteve të shkollës dhe aja lumëtonia që kishin prindë se isha nxënëse e shkëlqyshme në atë kohë. U duhet isha nxënëse e shkëlqyshme. Rritu në një familje të përsekutume, janë disa gjona që janë ligjë dhe rënd për me kanë një nxënëse shembullore. Si ishte për ju të rriteshit në një familje të përsekutuar? Ndjeshit ndryshe nga të tjerët? E pa konceptueshme. Shumë vonë kam kuptuar që domethënë me kanë përsekutume, mu rrit një familje të përsekutume, sepse shumë i kujdesshëm me atë për mos me na përzi në jetën që kishte ndodhur, domethënë, edhe mos me na dhanë shqetësimin, trishtimin asaj çka kishte ndodhur, dhe vetëm kishim atë mas veshit një gjë, mos kallzoni kur gjë jashtë. Nuk e kam ditë kur që dhe me thonë mos kallzoni kur gjoj jashtë, po e masha më mirë. Po kam pas 1-2 episode në cilat realisht mu më kanë bërë shumë përshtypje. Unë isha nxënëse dallume me fletë në erit, me ato fotografit në për tabela në erit, edhe unë priqa gjithmonë dikur në fillesat e shkollës, unë e kam bërë të pashkuvasa, dhe i përshnes mësuset që kanë kontribuar, me kujtesën time të vakt, mësuesa Hamidia, e kujtoj ka një gruaj jashtëzakonshme, fantastike. Edhe më thotë që je për zgjallën me shku të mramje të fund vitit. O zot lumëtëria jam, ajo lumëtëria mallë na kishim me taku ose me pa skeqe prej Gjoshovasis që i bate me të mallin se vdeta dy të mlejt e Shkodrës realisht, edhe ajo ideja për me shku me marrë pjesë me pa këto skeqe live, si i thojmë nësat, edhe ishte gja e mrekullueshme, këto ishin ato mramjet e vitit ri. Dhe në momentin e fundit nuk më japet bileta, se ishte kuptuar isha e bija e një babe i cili nuk ishte fort në rregull me sistemin, i cili kishte gjithmonë atë kundërshtinë edhe parë dhe zanin për me i thënë gjanat. Ne nuk na lejote shumë ndoshta sepse kishte pa tek vetja se çfarë çmimit kishte kjo, por ai për veti nuk heshti asnjëherë, edhe sot që ka një moshë të caktuar nuk heshti, i thot ato pa drejtësit me zot nalt mundësisht. A mendon që keni pasur një fëmijëri të lumtur për të kaluar në adoleshencë në krahasim me ditët e sotme? Nikolina,
fëminia ka qenë një prej etapave më të bukura të jetës time. Adoleshencën e kam fillu, ndoshta isha gjatë adoleshencës në vitet në 19-ën, deri në 96, prap 97, ishte faza adoleshencës e gjatë, por di me thonë që nuk ishte vështirë me kalu prej fëminisë në adoleshencë, por adoleshenca ishte një eksperiencë krejt godi dhe e frikshme. Në 19-ta nuk ishte një periudhë aq e sigurt për ne vajzat, sidomos e rritur një familje tradicionale, mes librave, mes shumë me përkujdesje, por edhe me pak fanatizëm prej babës tem, ajo ideja që po të noll diçka me dal jashtë, ajo frika se kur ktheheshin prej shkollës, ishin ditë të trazina, po ndroshin sistemet në Shqipni, të tëna këto patë një impakt shumë thellë brenda meje. Kisha shumë pyetje ku nuk merresh asnjë përgjigje. Adoleshenca ka qenë një fazë eksperimentale. Mendoj se për tonë brizin tem ishte një fazë goxha eksperimentale. Si ka qenë marrëdhënia juaj me prindrit, duke qenë se Shqipëria nga tranzicioni për kaluar në vitet 97, si ka qenë kjo marrëdhënie? Unë kam 2 prindë të jashtëzakonshëm dhe jam falënderuese Zotit çdo ditë të jetës time që kam një babë dhe një nanë që nuk harrunen asnjëherë me kanë babë dhe nanë. Kam një shok ngushtë në këtë jetë, një herë shumë të madh, e unë e përshëndes Xhairosin, kajherë ja them, po më shumë nuk ja them, është baba jam. Është ai njeriu që më ka udhëheq në jetë, është ai njeriu që unë jam rrëdzu, por nuk më ka marrë hopa me më qulla herë prej toket, por më ka thënë, çu se mundesh. Po, mundesh. Ti vajza jame, mundesh mu çu prej toket. Ço, jepi vetit, ec me kam tuja. Është ai njeriu që në ato disfatat edhe ato gjana që nollen jetën time, më ka lënë një shpatull për me fukrit më mbështet, me qallë fort. Atë më isha me derdh lotë mia krejt pastra, ashtu siç e kisha. Në vitin 1998 ju njiheni me bashkëshortin tuaj të ndjerë. Si është kjo histori? Kjo histori dashurie. Franci, që me thamë për Franci. Franci ishte ideali i bukur me kaçurrela, që çdo vajzë ta kishte dashuru pa diskutim. Ideali i fejs tjetër, du me thonë këtë sepse ne ishim një çift i kombinuar të 2 të fejve të ndryshme. Dhe aso kohë shihej goxha kjo pjesa që ishim të fejs tjetër, njerëzit paragjykonin. Shkodra është ai vendi ku ka një harmoni të këndshme fetare, por nga një herë në atë gërvishtjen e saj të mbrëmshme i gjenella ato kundërshtit, të më thonë që nusja djali du që t'jetë e fejs tonë, du që t'ketë traditat e familjes. Ishte një histori e jashtëzakonshme. Me Francin njifen ishte shkurti 98 dhe mu mejtë në sytë, faktikisht. Ishte një djalë shumë lojat sak, kaçurrel, shkodran, tipik shkodran. Shkodran kanë një amëlsi të jashtëzakonshme, ata e përcjellte mas mirit. Më shoh që rritu në një familje me taban shkodran. I rritu një familje, Franci vite prej familjes Muzhani, do të thonë ishte nip i familjes Muzhani dhe qoftë dhe familja që e lini, vjera janë bashkë me vjerin tem, edhe ata shkodran të vjetër, me shumë tradita të thella, po qoftë dhe me ndikimin e fesë katolike, ishin besimtar të devotshëm të gjithë familja ti, vazhdoj me kenë pjesa tjetër që janë, po diskutim, edhe unë u gjeta jashtëzakonisht mirë. U gjeta si një vajzë që të laston baba, po gjen edhe një djalë që të laston më mbrapa. Edhe unë iva e privilegjume, sepse ishte ai djali që e lakmoshin goxha vajza, por syti kishte vetëm tek unë. E kuptoj. Pastaj në vitin 2016 fatkeqësisht mbet jetën. Si përjetuat ato çaste? Çfarë ndodhi? Nuk ishte dashur me fol. Për pjesën më të vështirë të jetës time, për pjesën e cila ma ndryshoi kursin e jetës, ma ndryshoi rrjedhën e jetës, ma ndryshoi si njeri, edhe më bani me kuptu se jo gjithkush vjen me ne deri në fund. Më bani me kuptu për unë edhe ka momente të jetës time që nuk e prenaj një gjatë tillë. Gati edhe e thajsoj që iku pikërisht
në kohën më të vështirë për familjen tonë. I me bi ishte një vajzë 16 vjeqe, totalisht adoleshente, një adoleshente gati e pa rritun shumë e vogël, elastume në sensin jo negativ, në sensin pozitiv, rritun me dy prind shumë përkushtum, ka që fëmijëve. Nërsa i mbir ishte shumë i vogël, 10 vjeç, gati nuk e kuptote se ja ti kishte ikë në një udhtim të përhershëm, ja të përkohshëm. Ishte shumë e vështirë. Si e përjetuan fëmijët këtë çast? Çfarë ju tha atyre? Me thonë sot se si e kanë përjetu fëmijët është gjoja ma e lehtë që mund me ba. Nërsa në momentin që fëmijët e kuptunen që jati nuk jeton ma, ishte gjoja ma dhimbshme që mu do të çdo ditë me kanë dikush tjetër, çdo ditë me vesh një buzëqeshje në fytyrë dhe çdo ditë me i thanë fëmijëve, me i dhanë me kuptu se edhe pse baba nuk është, unë jam këtu. Ishte një periull, Nikolin, ku kishte fillu kriza e familjes. Edhe ne fillu me fëmijët përjetoshin me anë të shokëve që kishin shkollë divorcet e prindve. Dhe e jona ishte histori ndryshe. Im shoq nuk jetote ma, i vdeq pa pritun, ishte gjaja ma pa pritun, bombe jeton. Edhe ata nuk po kuptoshin sepse shifshin që kishin prej aty në shokëve që nuk ishin afër as baben edhe as nanen, por ishin pothuajse vetëm edhe i mbirë nuk e di sa herë më bata atë pyetjen, mam ti nuk do me iku. E kishte kaplu një siklet i mrendshëm, i mbirë nuk e shprejte absolutisht as një lloj gjajet ka shi mungesës të babës vet. Por në kokën e tij ishte instrumentalizu një gjë që thote se baba do të kthehet prap. Ka shku dikun që po vjen prap, që nuk ishte ndodhur ndonjëherë që im shoq me ik dikun pa ne, edhe me u kthy prap. Ndërsa i me bi ishte dhe është topsia dhe forca jeme, ishte ajo që e kuptoj se mama u gjenet pa që pa përgatitur si ata të dy për një disfate kaq të madhe dhe u kthy në një njeri që unë mund të mbështetesha krejt rehat, u kthy në një vajzë. Për mua është vajza e jashtëzakonshme, tipike shkodrane, me shumë seriozitet, për mos me i sjell mamës asnjë ditë të saj të lashë dhe probleme. Vetëm me kanë një vajzë që mirë kuptote, por që më jepte edhe një dorë që ne të arritshim edhe vllajën e saj ishte më i vogël, nuk kuptote ikjen e tjatit, ndonse unë e kuptova që asa koha ajo nuk do të me kallëzu dhimbjen jashtë edhe mënyra për me mbështet mu, ishte që ajo me shtyp dhimbjen brenda saj. Edhe kishin momente si njëri si tjetri që e kërkoshin tjatin, kishte prej aty në netve ku unë mund të kaloshim një pjesë natës të i ba me kuptu se baba është një angel, në ruan prej nalte, ju njek në rrugtimet tuja, por ju nuk mund të shifni, edhe ata të dy ishin ato netët ku shpërtheni në vaj. E unë nuk flasha me net të tana, prej një natë të tillë kaloja kush e di se sa ditë tjera tu e majt brenda vetit atë trishtimin e thellë, edhe dhimbjen që përjetoshin fëmijët e mi në ato kohë. Si e keni gjetur forcën për të rritur këta dy fëmijë pa baba? Kisha bën një premtim, Nikolin. Unë edhe im shoq unë të ardhur për një fe tjetër, edhe ai katolik vu me konor në kish kur u martume. Edhe në kish banë ato premtimet që janë, unë me të vërtetë mendoj që janë shumë thella, janë shumë serioze. Qëlloj që në kohën që ne vu me konor ishte dita e familjes shenjte. Unë jam një vajzë, një grua e rritur në familje tradicionale, i vij për një familjes ku e kisha shëmbulltyr dy prind që kishin një lidhje shumë të fortë me njëri tjetrin. Prindët e mi janë prej 45 vitesh, ndoshta 50 me njëri tjetrin së bashkut. Është një rrugtim shumë i gjatë me një person, ka uljet e ngritjet e veta, por ata na diftunen se njerëzit ecin dorë për dorë. E gjeta pikërisht aty të ato premtimet që kisha dhënë, që familjen që do të ndërtojmë do ta marrim së bashkut, edhe isha një moment patim shoq. Por kjo nuk duhet me thanë se nanat hekin dorë, nanat nuk hekin dorë. Nanat janë ata, unë mendoj pa tjetër që im shoq ka një
kishte një fuqi shumë të madhe tek unë, ishte ai personi ku unë isha e sigurt. Unë o zgjosha nade e sigurt, nuk kisha me mendu për asgjë, ishte shumë punëtor, ai më siguronte gjithçka, por ajo shtylla e familjes, ajo ideja që ne do të qëndroshim shumë të bashku, ishte shumë e ngjizun mu, vazhdon me kene ngjizun mu, vazhdoj me i pas fëmijë rreth vetes, vazhdoj me pas një familje të shnosht, edhe pse pa njeriu kryesor në jetën tonë. Në vitin 2018, diagnostikoheni me kancer. Si përjetuat ato çaste dhe si kaluat ato momente? Si nuk i kalova ka dhe, se mëson hala se kam kalu traumen me u diagnostiku me një smundje e cila mundet me të marrë jetën krejt normalisht. Sepse është bash smundja e shekullit, po thojna basi grip, mos i raft kuj ky grip. Shkoj për një kontroll në Tiranë, me ishte ba diçka tash pak pjesa e shnedit u kujdesha i fije ma tepër. Ishte një kontroll, bana një ndërhyrje kirurgjikale, gjana grash, gjana të zakonshme, që mund t'i kalojnë kushdo secila femën. Por në momentin që banë analizat ma thellume si biopsia ose gjana tjera dhe vjen ajo si që kanë maskopet që ti ke një tumor i cili e hoqëm një tumor, i cili ne duhet ta kuroj me kemioterapi. Fjala kemioterapi ka qenë fjala më e vështirë e jetës time. Përballja me te ishte si me pas një mur shumë të nalt përpara. Mu dukte sikur do t'i bisha me kry dhe sot kisha më shku ma kërkom. Unë ndërzova. Ishte viti ku unë nuk kisha ma fuqi. Kisha qunë kam një familje në 2016, mas humjes të më shoqe. Kisha qunë kam, kisha ringrit, fëmijët ishin ringrit, kishin fillu rrugtimet e shkollave tyne. E kishin mësu që pa njënin prej prindve duhet me ecë për para, s'ka gjë është mënana. Erdhi ai momenti që unë nuk e disha, a kisha me kenë ma në rrugtimet e tyne dhe ishte sfida ma madhe jetës time. Ishte ajo frika që mund të zgjoheshe nade edhe ata s'do t'ishin ma afër as mu, as të më shoq. Ishin mësu jo që qumshtin e nxehtë. Pra ishin këto gjanat banale që unë i mendosha kush po ju çon me hangër, kush po ju jep qumshtin e nxehtë, kush po i rrok nade, kush po i zgjon të i thonë ço shpirt, ço zemër, se kështu jam mundu për mos me ja hekat për mos me ja hekat pjesën që i bate jati i lastote shumë, i dote shumë të dy jashtëzakonisht shumë, i mate, djalin e mate kaliqaf, se ishte ma i vogli, nërsa më kujtohet që për Gjuljen ju drillte buza kur flikte për Gjuljen, edhe unë mundova që përveç dashnisë mbrëmshme që kisha unë, edhe dashninë e tjatit t'ja transmetoja dhe erdhi një moment që unë nuk e disha ma kush kishte me ja bata këtë gjana. Kisha harru se isha unë ajo që më isha me vazhdu rrugtimin tem, por më duk sikur u fik gjithçka. Është si ajo skena që marron një shfaqje edhe ulen perdet. Në mendova që ishin ul perdet e jetës time, edhe deri aty ishte gjithçka. Kur e morën vesh fëmijët diçka të tillë, si ja keni treguar dhe në momentin që ato e kuptojnë, si kanë reaguar? Njëherë ishte pak e vështirë me ja u thanë fëmijëve, edhe nuk mendova mos me ja thanë fëmijëve, mundësisht i kalova disa shkallë ose disa gjana në spital pa praninë e tyre, ndonë se kërkonin me mpa, kishin qef me mpa, mundoja me anë telefonit mos me transmetu mërzinë time, trishtimin që kisha, ishte me të vërtetë ishte një periudhë shumë e trishtueshme për mua. Por erdhi momenti vajza do t'u përballte me atë që mamës po i ndodhte, dhe ndoshta nuk e disha se si mund t'ishte rrugtimi mrapa. Edhe më kujtohet që heshti gjatë. I thash që është kjo gjallë, heshti gjatë. Malina ishte një natë në shtëpi ku a ishte zgju natën edhe po qate me Denis. Del gjumi edhe shof që më Gjuljet që ke me mamë. Ajo më zhivte, du t'kisha dasht me të po prap.
prepe me kuptu që ti nuk i kur gjo. Por unë mendoj tha që ti ki me kalu me mamë, ti nuk duhesh me ikë për jetës tonë, se ke emocionu se më ki pa me thanë gjona që si kisha thanë ma për para. Se unë tha, e këdi kam gjyshat, kam thanë, por unë nuk mundë me pas, ndoshta kam pa të ti, tha mamen, babën, tha, kam pa vlanë, tha, kam pa nanën, kam pa gjithë shka, tha ti. Ti u bane, tha njëri, tha që unë nuk mundë me hik prej vedit, tha të kam qep, tha moj mamë, tha për trup temi të kam qep, nuk di, tha me jetu pa ty. Djali ishte shumë i vogël. Nuk e kuptote dhe se kuptote. E kishte pa që një të dyja po përjetoni mirë ishka shumë thellë, por jina mundu gjithmonë të dyja mos me transmitu të ka Alesio shumë gjana. Alesio i ka kalu shumë lehtë disa gjana të jetës tonë, deri në moshën që u ba me kuptu shumë. Por edhe kur u ba me kuptu jam mundu me majtë sa ma ofër. Unë do të kisha dash mos me ja përcjell këte fëmijëve të mi. Por të ju nollë përballë disa realiteteve që janë shumë të vështira, e në prind shqiptar jina shumë protektor. Nga një herë e vërteta të banë ma të fort, nuk të banë ma të dopt. Edhe mendoj që kjo ishte ajo pjesa që të paktën te ime bi mori një spunt të tjetër krejt. U ba një vajzë e cila ja doli jetës në shumë gjana. Mori i hinir shkollës, e mori shkollën me rezultate shumë të mira, bani një eksperiencë Erasmusit jashtë shtetit, erdhi me rezultate të shkëlqyeshme, prej atje filloi i dha vedit shumë forcë, i dha vedit mundësinë për me kanë dikush në jetë. Unë duhet me kanë dikush. Nuk ishte atë idenë që mama më mbështet, por unë duhet me mbështet mamën. Ku e gjetet forcën për t'i kaluar gjitha këto sfida? Ma beso që jam dediku fëmijëve tanë jetën teme dhe unë kam harru se kam ekzistu për halimjes tyne. Kam harru që unë kam kënë fëmijë për vedi, kam harru që unë kam kënë adoleshente, kam harru që kam kënë vajzë. Sa ka momente kur unë i tham, duket sikur kam lind nanë këtë jetë, i tham aty në të dyve, sa jam rrit bashkë me fëmijët e mi. Por unë kam një forcë e cila unë them është dhuru për i Zotit, edhe unë besoj shumë Zotit, e besoj është maset. Edhe them që ka një arsye pse disa sfida vinë për mi supet tona. E para është sfidat e jetës nuk është se t'i jep dikush mi supe, por ama supet ma të fort t'i jep Zotit për mi përballu. Ju jeni një poete, mund t'a quaj me plot gojë e shkëlqyer. Si lindi kjo dashuria për poezin, lidhja juaj me poezin? Poezia ka një prej atyre ëndrave adoleshenteske, nisin bankat e shkollës me ato pusullat e vogla, ne na pëlqen me i dediku njëri tjetrit gjana të bukura, edhe gjejt me kohën me i dediku. Ato kohë ishin të bukura këto gjanat, ishin me të vërtet diçka që na matet lidhen me njëri tjetrit. Kisha shoqe që shkruanin copsa të vogla. Kam pas një ndikim shumë të madh nga një profesorish në gjimnaz. E kujtoj tek gjimnazi Shena Zejuka, ka kanë profesorish Madalena Ujka. Ajo ishte një prej atyre njerëzve që letërsinë na bate me dasht, jo me lexu edhe me mësu. Por ajo pjesa që unë shkruja vijon qysh në atë kohë. Shkruja dhe nuk e besosha që na rreshpja thot isha dam kosën me art, nuk e besoja. Dhe me thonë, e lash me rjallë, e lash me ikë, e lash edhe me harru në një periudhë të jetës teme, sepse jo dedikova familjes, duke dediku familjes ti nuk e kohë për me shkruat shumë. Deri në një vit caktuar, kur e bashkë se kisha dëshirë me shprej, edhe fillova me shkru. E më shoh që atë kohë jetonte edhe unë kisha goxha poezi të mlallona njëna me tjetrën, edhe në vitin 2015 unë kam botu broshurën e parë. Dhe i vuna titull me titull i ka një gjë shumë interesante. A ban me më çu pak rrugë. Nuk e di se sa njerëzit më kanë dalë me thonë, pse e titullove librin me poezia, ban me më çu pak rrugë. Mora i thama, nuk e keni kuptuar se në Shkodër ka kaq shumë artista sa unë kam frikë se nuk të lajnë me kalu. Kjo ishte ideja, por mendoj që më shumë me poezinë jam lidhur masi ndroi jetën shoq. Ishte
mënyra jeme e shpëtimit. Me ikë prej trishtimeve, me lexu një libër me poezi, me kriju vetë, me zjarë trishtimin në një mënyrë, atë krisjen që kisha pas mrena vetit, fillova me ngjitë në copa letrash, të vogla, fillova me kriju gjithë shka që në vitën e përmend me kriju, të tëna fjalë, të tëna gjanat, edhe përballja me smundjen, mbani me shkru shumë ma tepër se sa kisha shkru. Ajo ideja që unë mund mos isha nesër të paktën thoshja, t'ja përcjalli fëmijëve ato gjana që unë mundam me ja përcjall. Qoftë trishtimin, por edhe dashninë e madhe që kam pas për gjithçka të bukur që më ka prek syni. E kishit si ngushëllim poezinë? Ishte ngushëllim, ishte edhe rrugë shpëtimit. Mendoj se më gjeti poezia. Nuk e gjeta, më gjeti. Mendoj që nga një herë këto vokacionet vinë si kupidi në format ndryshme të secili prej nesh. Edhe ajo që gjeta shkon nga një herë tek njeriu që duhet me ja përshku zemrën. Kështu isha me poezinë. Ishte dashni me shikimin e parë, dashni me leximin e parë. Ka qenë poezia e Frederik Reshpjes, e djela ishe ti, në mos gaboj, ajo që më ka ba me isha të e lexua dhe isha të knaq të e lexua dhe të e shiju jashtë maset, o zot vargjet e Reshpjes. Nuk e di, nuk ka me nëj autor shkodran që s'dben me e dasht poezinë. Çfarë ju frymëzon të më shumë për të shkruar? Unë mendoj që frymëzimin më kanë dhënë çastet. Prandaj libri i dytë i jam erdhi me titullin Carpe Diem, sepse ju dedikova çasteve. Çastet kur njeriu bjen dashuri. Çastet kur je duke ecë diku përballë liçenit Shkodrës. Çastet kur ti bëhesh nan, janë disa gjana që nuk munden me nej pa u manifestu mrena tejet, janë disa gjana që shpërthejnë si lulet, vjen pranvera, janë ato filizat, fill sythet me një herë, ato ishin qaset, ato sythet që hapen, lulzim. Ajo ishte blooming, i thojnë anglisht, edhe aja lulzimi, aja shpërthimi, ashtë i jashtëzakonshëm, edhe u dote që me u kap mas këtyne gjanave. Por jo rrallë herë kam diku tek unë Alda Merini, nër poetet më të mira italiane. Alda Merini, një grup bipolare, e cila ka një jetë shumë të vështirë, ama shkruan vargje të jashtëzakonshme për dashnin, po pa e lanë mas edhe jetën e saj të vështirë. Aty e kuptova se edhe pse kisha këto sakrificat, sfidat përpara, disfatat në jetë, unë mu isha me kenë prapë bukur për mrena. Mu isha me dhanë atë shpirtin tem. Mu isha me kenë një shembull për mi thonë dikuj shikjo se nuk rrihet të vajtu për gjanat që na nollin jetë. Duhet mu që më kam. Me pa zezën, me pa të bardhen, ama me kuptu se e kuqja rrezaton me pa qile jashtë jashtëzakonisht i bukur. Ashtë ajo fillimi pranverës kur zot të hapin shumë kratë, edhe me i hap kratë është gjë e madhe, me ditë me pas mundësinë me i hap kratë, pa kafaza, pa barriera, është një diçka e jashtëzakonshme. Ndjesia e lirisë edhe e dashnisë, ama edhe amësisë, mu do të me dhënë, qoftë si mesazh, qoftë si poezi, qoftë edhe thjesht si ndjenjë. A ndjeni plotësuar në jetë? Shumë ëndra që i kisha lanë për gjys, jam të i ba. Kam fillu me i ba. E plotësume, do të kishte kënë sikur im shoq mos kishte ndruje, do të isha totalisht të knaqen. E jashtëzakonisht të knaqen. Por të i pas sot fëmit në rrugtimin e tyne, me përgjithësinë që kanë, sepse janë fëmijë të përgjithshëm, unë shoh shumë adoleshenta. I me bie është një vajzë, nuk mund me thonë ma një vajzë, ka marrë zëjushën, është formu si gru, ka një përgjithësi të jashtëzakonshme, po formon familjen e saj. Do thonë, është një rrugtim tjetër. I mbir e kaloi fazën e adoleshencës, ka vazhdu universitetin, ka përgjithësi tjera. Po, jam e plotësume, i shoh ata dhe kënaqem. Plotësohem edhe vetveteut me veten, arri projekte, kam shoqni të mirë, që do me thonë të mirë, sepse është shumë e rëndësishme edhe njerëzit që ndikojnë në rrugtimin tënd, njerëzit që vinë me ty. Kam shoqni që janë artista, edhe tu kenë artista na vetëm projektojnë për gjana të bukura. Nuk mund është me najtë një tavolinë ku banë, thashë themi, thashë themi jonë është arti, që mundën me ba për këtë qytet realisht? A jeni pishman për ndonjë gjë?
Oh, pishman. E di për që jam pishman taman, nuk e kam thënë asnjëherë dhe kjo është hera e parë që unë do ta them tek ti. Që unë nuk investova në jetën time për me kanë një politikane, që do me thënë. Jo me marrë në sensin që po fitoj pa fundësisht, nuk do të kisha dashur me fitu asnjë ndoshta. Ama do të kisha dashur me ndiku pozitivisht. Edhe me i dhanë një fytyrë tjetër politikë shqiptare. Edhe do të kisha pas një ndikim që mos me i krinia për këto. Unë e vuj jeshtë maset që secili prej nesh zgjohet të paktën të moshës teme, të brezit tem, me frikën se po na ikin fëmijët. Edhe ne nuk mund t'i shohim çdo ditë. Mund t'i ikin për rrugtime arsimimit ose për një punë që mund t'i pëlqejnë edhe që mund të kthehen prap, po jo me idenë që me ik, me kriju një jetë në një vend tjetër. Shqipnia është një vend i bekum. Ishin dash njerëz që kanë ende idealizëm brenda vetit. Unë këtë idealizëm e kam të rënjosun, nuk e di se si, gjaku nuk bëhet ujë, të e marrë prej familjes teme të përsekutume ajo drejtësia mrena mejet, vazhdon me ka një diçka që luhatet shumë shpesh edhe nuk më pëlqejnë shumë pa drejtësi që shoh. Edhe për këtë po jam pishman. Pse? Idealizmin tem nuk e çova deri në fund. Çfarë do t'i thonit fëmijëve tuaj sot nëse ato do thonë që ne do ikim për një jetë më të mirë? Absolutisht do t'i japja bekimin tem për me ikë. E di pra, thash, kjo është ajo frika. E kam çdo ditë të jetës teme këtë frikën e mbrëmshme se një ditë e mbirë që jo se nuk po ka thënë, po zgjohet dhe më thonë mama du me ikë tash se boll. Nuk kam ç'a bëj më këtu. Edhe e shoh që me zor po gjahet. Qoftë në rrugtimin e arsimimit, atij duhet një arsim tjetër, ka një dëshirë tjetër, një deg tjetër. Edhe ndoshta mundësitë ekonomike nuk ishin ato që unë me i siguru ati atë degën që ai dote, sepse kushton disi. Ndoshta edhe për punësimin është një djalë që din gjuhë huaja, është një djalë shumë i shoqënueshëm, është një djalë që ka një komunikim të jashtëzakonshëm, qoftë shqip, qoftë edhe në gjuhë të huaja, kështu që ai krejt rahat në një vend tjetër, mund gjahet shumë mirë, mund paguhet shumë më mirë, pavarësisht se mund të ketë sfidat e veta, por e shoh që ai mund të jetë shumë më i arritur. A që mundë me i thanë, absolutisht kam i dhanë vetëm bekimin tem. Prandaj tham jam pishman që nuk e dhash atë pjesën teme. Ne kena harru se po ne duhet me kontribu për këtë vend. Menojmë i paragjykojmë njerëzit, u banen për politikë. Më fale, po përdori disa zhargone që ne. Por jo, pra jo, nuk duhet me e thanë ma. Jo, ne duhet mu ba. Ne duhet me e ba vendin. U duhet me e ba në vendin ma të mirë për fëmijët tonë. E di që nuk është e lejtë. Asgjë nuk është e lejtë. Ama mos të risha me këtë pishmanin si nuk e holla një gur, ose si nuk e bana një hap drejt kësaj drejtësisë male, drejt kësaj Shqipnisë bukur, për mi dhanë mundësinë kësaj rinis me punu këto. Edhe tanë këtë dëshiren, edhe tanë këtë fuqin që kanë, ta jepshin për vendin e vetë, pse me ikë diku tjetër. Cili është mesazhi juaj së fundmi për rinin shqiptare, por pse jo edhe për fëmijët tuaj? Jam të pa që kriza ma e madhe që kena sot është boshti i familjes. Unë kisha me thanë rujeni shumë familjen. Është institucioni i cili duhet investu sa ma shumë jetën e secilit prej nesh. Po them të krinia sepse të rritë kanë hovin me dashuru edhe me marë përsipër me kriju familje. Jo me elan me thanë, hapse pa ela për një moment dytë. Gjithçka pret një moment i dytë. Shkolla mundet më ba, unë sot jam këtë moshe, jam edhe po mjekur një rrugtim universitar për gazetari komunikim, sepse ishte ëndra e jetës teme dikur, por po e baj për një hobi, nuk du me ikë për kësaj jetë pa realizu këtë ëndër. Do me thanë që këte kjo bahet. Mundet më ba më zgjallë dhe një punë, një kohë të më vonshme. Mundesh me kriju prep një bagazh tjetër, mundesh me ndryshu kursin e jetës, më ka ndryshu shumë herë kursi i jetës të vitit e fundit. Vetëm familja nuk ka ndryshu. Është fantastike. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit historiku. Unë falenderoj, edhe pse nuk ta pata bërë, që tonë këtë ndjesi. Gjithsesi falenderoj shumë.